Temperaturat e ulta kanë sjellë nevojën për aktivizimin e vazhdueshëm të sistemeve të ngrohjes në shkolla. Në Lezhë, institucionet me përqendrim të madh të nxënësve kanë ngrohje qendrore, ndërsa vetëm në zonat rurale përdorin ngrohje me dru zjarri. Tenderimet për të siguruar bazën e nevojshme për shkollat me ngrohje qendrore janë realizuar që në Stinën e Verës, ndërsa drut e zjarrit janë siguruar nga ndërmarrja e shërbimeve si dhe nga sekuestrimet e kryera për prerje të paligjshme të pyjeve, duke plotësuar të gjitha nevojat. Drejtoresha e arsimit në Bashkinë Lezhë, Aurora Gjeloshi, thotë se në të gjitha institucionet arsimore është bërë i mundur sigurimi i ngrohjes, ndërsa janë zgjidhur edhe problematikat në shkollat ku kanë ekzistuar vështirësitë gjatë viteve të kaluara. Drejtoria arsimore pranë Bashkisë së Lezhës ka patur në fokusin e saj ngrohjen edhe funksionimin e të gjitha problematikave të vjetra edhe të evidentuara rishtas sidomos në shkolla dhe në kopshte, sepse është një pikë sensitive dhe është në fokusin tonë kryesor. Problematikat që janë zgjidhur këtë vit ka qenë shkolla e Shënkollit, e cila është vënë në rifunksion në kaldaja atje, shkolla Gjergj Fishta, e cila tani është në ambientet e ish gjimnazit për shkak se shkolla po rikonstruktohet, është vënë në funksion total, janë zgjidhur disa problematika në shkollën Kosova dhe të gjitha kaldajat e tjera në shkolla kontrollohen në mënyrë të përsëritur edhe gjatë ditës dhe jemi gjatë gjithë kohës në kontakt për të evidentuar dhe për të ndjekur të gjitha problematikat. Shkollat që kanë ngrohje me dru janë shkollat më pak problematike për ne, për shkak se furnizimi me dru është siguruar 3-4 ditë para se të mbarojë furnizimi aktual, ne njoftohemi, bëhet furnizimi dhe shqetësimet në shkollat rurale kanë qenë minimale. Problematikat që na shfaqen janë kryesisht në shkollat që janë me kaldaja për shkak të faktit që ne kemi shtuar oraret e ndezjeve të kaldajave sepse këto ditë kanë qenë shumë të ftohta dhe duke dashur që të evitojmë uljen e temperaturave gjatë orarit të mësimit. Në Lezhë numërohen gjithsej 58 godina arsimore, 8 me ngrohje qendrore, 6 me kondicioner dhe 44 me ngrohje me dru zjarri. Bëhet e ditur se sistemi ngrohjes do të mbetet i aktivizuar deri në rritjen e temperaturave.